Në prag të nisjes së vitit të ri akademik, ndërsa regjistrimet në universitete vijojnë ende me raundet e tjera, në të njëjtën kohë ata studentë që janë shpallur fitues vijojnë regjistrimet për akomodimin në përkonvikte. Në godinat rezidenciale universitare nr. 2 në Tiranë, sipas drejtoreshës Xhanina Dapi, regjistrimet vijojnë të kenë një ecuri normale përveç fluksit të shfaqur ditët e para. Në rezidencat tona përfshin fakultetet e inxhinierisë, mjekësisë dhe Institutit Fizikulturës. Kanë filluar fillimisht me studentët që kanë qenë studentë ekzistues dhe janë në vazhdim të vitit akademik, vitet e dyta, të treta, të cilëve të tyre shkollore. Ndërkohë, pas përfundimit të regjistrimit javës parë të këtyre studentëve, ka vijuar me studentët që janë vitet e para. Aktualisht një student në rezidencat tona paguan 6.300 lekë qira mujore. Kjo qira është e ndarë në disa koste në momentet kur has vështirësi financiare familja. Ka filluar me një fluks, pastaj në ditën në vazhdim fluksi bie dhe sot është një ecuri më se normale. Komisioni pret nga ora 8 deri në orën 5. Procedurat e regjistrimeve bëhen fizikisht, ndërsa përzgjedhja e emrave në listën e pritjeve vijon sipas datave të kërkesave me shkrim, duke plotësuar vendet e mbetura vakante. Gjatë gjithë vitit kemi regjistrime të studentëve, të cilët qëndrojnë në listëpritje ose vinë në momentet caktuar, sepse edhe vetë studentët janë me periudha. Dhe për këtë arsye lirohet ai vend dhe mund të regjistrohet një student tjetër i cili kujtohet ndoshta edhe mes vitit vit dhe të regjistrohet. Ne marrim datat, kush ka qenë në datën më përpara dhe vazhdojmë sipas datave të cilën kanë bërë kërkesën. Konviktet e inxhinierisë ky vit i gjen në rikonstruksion dhe kapacitet të plot. Janë gjithsej 8 godina në dispozicion për akomodimin e studentëve, të cilat funksionojnë me kushte bashkëkohore.